Kanë kaluar 18 muaj që nga dita kur ati shenjt Papa Francesku krijoi kardinalin e dytë në historinë e Shqipërisë, Dom Ernest Simoni Troshani. Acipe annum de mano Petri, et nobiles directione principis apostolorum, directionem tuam ere ecclesiam roborari. Ad honorem Dei omnipotentis, et sanctorum apostolorum Petri et Pauli, tibi committimus diaconiam Sancte Mariae Scalaris, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Që nga ajo kohë kardinali shqiptar është shndruar në një prej klerikëve më të vlerësuar në botën katolike. Kjo për faktin se dëshmia e jetës së tij, e kaluar me zburgimit dhe përndjekjes nga regjimi më i egër komunist, është diçka e cila për shumë njerëz është e pakonceptueshme. Por veç jetës së tij, kardinali shqiptar ngjall interes dhe për dhuntinë e tij, atë të egzorcizmit. Që prej 19 nëntorit 2016, kardinalit Ernest Simoni Troshanit i është dashur që të shkëputet nga Shqipëria të zhvendoset në Firenze, qyteti i cili është shndruar në shtëpinë e tij të dytë. Këtu vlerësimi për të është disa herë më i madh se sa në Shqipëri. Ai sa konsiderohet një privilegj, vendosja e tij në këtë qytet edhe nga kryetari i bashkisë. Io credo che sia un grande onore per noi, anche perché është një nder i madh për ne edhe pse gjithë Firenze mund të konsiderojë kardinal Simonin si një bir të qytetit ton. È stato accolto a braccia aperte, ho visto che tanti cittadini vogliono. U prit me krah të hapur dhe kam parë që shumë qytetarë duan shumë kardinalin dhe besoj që ai përfaqëson një urë të humanitetit mes Shqipërisë dhe Italisë dhe në veçanti mes besimtarëve katolik të Shqipërisë dhe atyre të Italisë. In particolare tra i fedeli cattolici albanesi e i cattolici italiani e di Firenze. Nel mio viaggio a Tirana ho riscontrato una. Në udhëtimin tim në Tiranë pash një dashuri të madhe për kardinalin që konsiderohet gati një hero i dheut, un eroe della patria. Io vorrei chiamarlo. Unë do ta quaja një martir, ashtu siç e quajti Papa Francesku, pasi asnjë njeri pas 27 vitesh burg dhe punë të detyruar nuk mund të gjejë energjinë e brendshme për të bërë atë që kardinal Simoni ka bërë. Per fare quello che kardinale Simoni ha fatto. È un esempio per tutti noi. Është një shembull për të gjithë ne, por mbi të gjitha është një shembull i dashurisë dhe mëshirës, sepse pas asaj që i ndodhi, Ernest Simoni mund të ishte i mbushur me urrëtie dhe hakmarrje, por në fakt ai u mbush vetëm në dashuri dhe falje. Kjo edhe për ata që nuk besojnë, është një shembull që duhet të mbahet gjithnjë parasysh. Shpresojmë të gjithë bashkë që të festojmë ditëlindjen e tij të 90. Si kryetar bashkie kam kërkuar bashkëpunëtorëve të mi që të përgatisin një festë të bukur për kardinalin ton Simonin këtu në Firenze, ku është edhe adheu i tij i dytë, qyteti i tij. Kardinale Simoni, qui a Firenze, che è la sua seconda patria, la sua città.
Kardinali i Firencës Giuseppe Bettori, një nga njerëzit më të afërt të Papa Franceskut, i ka vendosur kardinalit shqiptar në dispozicion të gjithë dioqezën e Firencës, ku ai mund të mbajë mesha, të takohet me qytetarët e të rrëfej kalvarin e mundimeve të tij. Ma direi che questo era un grande dono che ci veniva fatto. Kjo ishte një dhuratë e madhe që na u bë, sepse të kishim një dëshmitar të besimit mes nesh, ndihmoi në shpalljen e Ungjillit. Më lejoni t'ju tregoj se çfarë më ndodh kur shkoj në udhëtime të ndryshme. Në çdo vend ka fëmijë që mësojnë katekizmin dhe gjithmonë bisedojmë bashkë dhe një nga pyetjet që më bëjnë është: çfarë do të thotë të jesh kardinal? Unë u kujtoj atyre që Papa kur krijon kardinalët, duke u dhënë atyre kapelen, u thotë që duhet jenë të guximshëm, të dëshmojnë besimin, të përhapin fjalën e Zotit, të mbrojnë kishën deri në derdhjen e gjakut. U them, këtu janë fjalët që na i ka thënë Papa, por në Firenze ne kemi një kardinal që këto fjalë ka dëgjuar, pasi i ka jetuar, dhe është kardinal Ernest Simoni. U tregoj të gjitha vuajtjet që i ka kaluar gjatë regjimit komunist për shkak të besimit të tij. Kjo vlen më shumë se 1000 diskutime mbi kishën dhe besimin. E questo vale più di 1000 discorsi sulla Chiesa, sulla fede. Noi abbiamo il dono della sua presenza tra noi. Ne kemi dhuratën e pranisë së tij mes nesh dhe që bën të dukshme dëshminë e besimit dhe afërsisë me kishën. Për mua është një komunikim i gjallë i Ungjillit. E të shikoni sytë e fëmijëve kur unë u tregoj historinë e jetës së kardinalit. Mbeten të habitur. Edhe pse ata janë fëmijë dhe nuk e din historinë e Europës dhe ndarjet e mëdha, regjimet totalitare, janë gjërat që ata i dëgjojnë, por nuk arrin t'i kuptojnë. E ta kuptosh atë realitet nëpërmjet një personi që është mes nesh, është një dhuratë shumë e madhe. Besimtarët e Firencës dinë që mes nesh është një dëshmitar i gjallë i besimit në Zot. Pastaj janë edhe çështjet e kishës për të cilat kardinali më ndihmon, sepse ai nuk rri vetëm ulur, por është një prift i vërtet që rri mes njerëzve, mban mesha, por edhe ndihmon njerëzit në nevojë të prekur nga e keqja. Dhe kjo është një dhunti që kardinali e ka, për të cilën unë jam shumë mirënjohës, që mund ta ushtroj këtë gjë pranë nesh tek njerëzit që vuajnë nga prezenca e Satanait në jetët e tyre. Ai është një dëshmi e gjallë, por në të njëjtën kohë një bashkëpunëtor shumë i mirë. Në sytë e shqiptarëve që vinë këtu shoh krenarin e një populli që në gjeografinë e Europës mund të konsiderohet si një popull i vogël, por që në të vërtet ka dhënë një provë të madhe të besnikërisë ndaj kishës në situata të vështira dhe që shihet e përfaqësuar përpara opinionit publik italian dhe botëror nga Dom Ernesti. Por për mua, kardinali është një person tek i cili kam besim. E ndjej të afërt me mua në gjërat e përditshme, dhe unë dhe i gjithë dioqeza jemi të afërt me të, sepse ndjej një shenjë të ri dhe lutje të tij që më shoqëron. Na keni bërë një dhuratë të madhe me prezencën e kardinalit. Nuk ju a kemi marrë, t'jeni të sigurt për këtë. Nuk duam që t'ja heqim popullit shqiptar, por ta kemi në jetën e këtij qyteti, ne e marrim si një dhuratë. Një nga veprimet e para që unë bëra ishte që e emërova kanonik të katedrales sonë. Do të thotë që duke qëndruar aty një prift shqiptar, por edhe pak fiorentin tashmë. Unë i kam ngarkuar një sër detyra shkishtare dhe ai me shumë përulje dhe devotshmëri i përmbush.
Unë jam këtu për të drejtuar dioqezën dhe këtë falë Zotit, kardinalit ja ka kursyer këtë detyrë për të drejtuar që është një gjë e vështirë, por di shumë mirë që forca për të dëshmuar besimin e tij është më e madhe se imja dhe jam shumë i lumtur që shumë kisha thrasin atë dhe jo mua për të dëshmuar besimin kristian në jetën e përditshme. Buona giornata, Eminenza, grazie. Historia e Dom Ernest Simonit ka ngjallur interes dhe tek mediat italiane, ku artikujt për historinë e jetës së tij, por edhe për ekzorcizmat janë të shumta, aq sa hera herës edhe të egzageruara. Por për Massimo Lucchesi, ish drejtori i rajt për Toskanën, vëmendja e mediave është e madhe pasi dëshmia e tij është diçka e padëgjuar më parë për publikun italian. Tanto tempo di sofferenza così grande. Shumë kohë vuajtje kaq të madhe dhe në një realitet si i sotmi që e quan kardinalin të shndërrojë në një person të rëndësishëm, është një dëshmi dhe të dëshmosh Jezu Krishtin do të thotë jesh si ai. Sot kjo gjë është shumë e rëndësishme sepse përtej kësaj nuk mund të gjejmë të gjithë atë që ne presim, por një botë më të mirë dhe të një paqeje që të jetë themeli i paqes për të gjithë. Fakti që Firenze tashmë ka zyrtarisht 2 kardinal është një vlerësim që i bëhet dhe qytetarëve të këtij qyteti. Për qytetin është një nder dhe kënaqësi, edhe pse janë 2 persona që plotësojnë njëri tjetrin. Janë 2 figura të rëndësishme për kishën në Fiorentina, për njerëzit që nuk janë afër kishës. Kardinal Simonin ne kemi nderin ta kemi shpesh herë të ftuarin ton, dhe është për të gjithë një shembull me thjeshtësinë e tij, me përuljen e tij. Është një dëshmi e fortë. Për ne është një vlerësim i madh që ta kemi mes nesh me dëshminë e tij, me shembullin e tij, me veprimet e tij të thjeshta, por edhe me heshtjen e tij që do të thotë më shumë se sa qindra histori. Jeta e tij është një dëshmi e forcës, pasi pas gjithë asaj që ai ka kaluar, një tjetër njeri nuk do të kishte arritur të mbijetonte. Ai ka një mbrojtje të shenjtë që e ka ruajtur. Është një shembull që kush ka besim nuk mohon asnjëherë besimin, nuk heq asnjëherë dorë. Dhe ky është shembulli që të gjithë duan të marrin në konsiderat. Për ne është shumë e lehtë, por të dëgjosh dëshminë e tij me zërin e tij, kuptojmë që ka diçka mbi natyrore që e ka mbrojtur dhe vijon ta mbrojë, sepse duhet jetë një sinjal për të gjithë ne. Vuajtja për mbi 20 vite në burgjet e komunizmit është vetëm një anë e asaj çfarë bën interesante historinë e kardinalit shqiptar. Ai është i njohur tashmë në të gjithë Italinë si i vetmi ekzorcist në botë që mund të bëjë lutjen e tij edhe nëpërmjet telefonit. Një procedurë tetë strikte dhe po aq mistike, ajo e dëbimit të demonëve. Por kardinal Ernesti këmbgulse nuk është ai, por Zoti që i ndihmon njerëzit. Këtu janë gjithçka vepra të mëdha të Zotit. Në katën të 2 vjetë para se mund një dinë qilë Krishti, shtini duhet për me smutë shëroni, po shtetja Krishtit. Dëpojnë djemen që mund t'hinë trupën të njerëzve, njallë në dekun që ka njallë shënau, shënkodhe për i parit, Shfilip Neri i këtu i Firencës, e shumë shenjtë në tjera. Po gjithçka është dora e të madhe Zotë. Ishem në vetur, thash meshen, kushin i kardinalit, më thotë, është një artist e s'mundë. A më të banë një lukës, që tana tjerëve. Po e banë, po këtë i banë tana i malëzot zë e bekume. E ka shu që të në shpateni për me pështu qëtë nevojtartë, me fejtë gjallë e me lishin nërë pasërtinë. I kam banë lutin, mas 5 ditëve, 6 ditë, mas tana ty në kontrolë dhe miksorë, më të atarë në për Milano, ashtë nosh. I kam marë kushin e kardinalit, e ka lejmu, ka të njërë që janë habit. Shkem së më habit, se kështë azat, ka qëllë tokën të orë. E feja gjallë të tëndë. Pra në dhe, kusht ketë nevoj me shikju ligjën e Zotit, pasërtin më radin besnikin e konë shajte, fejnë e gjallë, mu lutë për më katë nortë, me një mu të voshnit, kjo në fitore e ma madhe që s'marë në kohë. Këto janë vepra që i banë dorët më Zotë dhe për shetja Krishtit për gjithë më shtatë e botës. Por na duhet shikojmë kryqin e Krishtit, janë të shekullit. Në thoteni drita botës, aty ku si përqenë Krishtit, në asë shkojmë vjenë në gabim, në gjithë më shtatë në botë. Mu lutë e me u përpjek me tana format, me i binë të rritet të rejatë, këthej në kazodit, të nanë rrugën e nërës se e kam njëkt imoralitetit, të seksit, drogës,
të papastërtisë, të gjitha që shkatrojnë botën, e kjo nësë mund të arsyuar e din me këshia në botënore. Nuk mund të shërbeni dy zotnive Krishti. Hem shekut me epshe, me pasëni, me imaritete me ta edhe muja. Një fëmi 6 vjeç, 6 herë operu me kancer në trunë. Më thot, famultari jem që kam të në Firenze, apo ja banë thot, i miliut e thot, a i shumë shpital maja, shpital maj malë që ka këtu, Italia, për fëmi. Po, shkova ja bana, italian të më panë, po, boguris ka. Mas 5 ditëve, më thra dikush, e më hape qëllarin, të kja, pas e kanë tezja. Po, si unë të menu se e ka marrë Krishtin për njësë, thot, për ekzimit madhë jam të kja se është në shizot i djalin. Kam është 60.000 euro, 6 operacione, tanë mjek të Italis, e të Fransë, a ka në vëndë tjera, këtu e pështet zoti. Po feja gjatë banë, thamë, në Krishtë se mund, mos të këbota shku, sa nështë më ka tiranë. Me tonë që i bani, do përne që apo do më ikë që i pëseloni. E bani Krishtë zoj bekume. Feja gjatë banë tanë këto. Feja e gjatë me pastërtinë e dashtinit madhë zëtë. Dëshmit për fuqinë e tij si egzorcist janë të shumta në Shqipëri, ku 10 persona shprehin se fal lutjes së tij në mënyrë të çuditshme, gjendja e tyre është përmirësuar. Fama për fuqinë e kardinalit shqiptar ka kaluar kufit. Rasti më i fundit është ai sopranos italiane Paola Occhi, e cila prekur nga një sëmundje pashurueshme, dëshmon se si pas një lutje të bërë nga kardinali, metastazat në luan për hapjen, një veprim që edhe mjekët nuk i dhanë një shpjegim. Sua Eminenza, noi ci conosciamo e io non so come ringraziarla. Eminence, në njihemi. Unë nuk e di si t'ju falenderoj për atë që keni bërë. Unë jam me sëmur me kancer, por kjo nuk do të thot të vdesësh. Për Eminencën do të thot të mbjetosh, të luftosh, të lutesh për Shënmarin. Ju falenderoj, Eminence. Eminenza, grazie. Për të shprehur falënderimin, sopranoja Paola Occhi zgjodhi të mbajë një koncert në ambientet e kishës së San Carlos në Firenze, kishë e cila si për rastësi ruan një nga reliket e Shën Padre Pios. Ndodhi që në maj isha në Vatikan për një vizit me papën dhe kur u ktheva më sova se isha e sëmur me kancer. Kisha dëgjuar për kardinali nëpërmjet një miku tim që është në diocezën e Firencës dhe më tha që ti kurohu, konsultohu me mjekët, por nëse dëshiron të lutesh dhe të lutesh me kardinalin, unë do të ndihmoj. Më kaloi në telefon një ditë pasi kisha mësuar që isha me kancer dhe metastaza të përhapura dhe u lut. Më bekoi dhe më pas çdo javë dëgjoheshim për të më bekuar. Për mua ishte sinjat shpirtëror. Nuk mund të them dot se çfarë ndodhi sepse mjekët kërkojnë ende kohë për të verifikuar, por nga metastazat që kisha shumë, disa nuk janë më, janë zhdukur. Mjekët janë cinik sepse thonë që mund të ketë qenë kimio, por unë jam e bindur për diçka tjetër. Jam shumë e bindur, por gjithsesi mjekësia ka ecur me terapitë e saj, por në nivel shpirtëror duhet të jesh shumë e fortë, dhe unë isha. Jeta e një kardinali, veç lutjeve e takimeve të shumta me njerëzit, ka dhe momentet e saj si të gjithë njerëzit e zakonshëm, pasionet e rutinën e përditshme. Këto detaje i di më së miri Tonin Simoni, nipi kardinali Ernest Simonit, i cili është dhe sekretari i tij, që kujdeset për të gjithë aktivitetin e kardinalit. Shumë më vështirë se mundeni me menu. Ashtë një person vulkanik, me moshën që ka, ai nuk nalet. Ashtë i të mërshëm, edhe do në të organizoj gjitha vetë.
po su lejme u për çdo gjë, për këtë është e pamundur. Prandaj kena një vështirësi të madhe, por ka dhe gjanë më të bukur që është disponibile, rrinden 2 natë, flen 3 orë, është si një ri që ka një vrull e një shlet. Gjitha falë, si të kur thot, a i falë Zotit. Kujdesi ti për para me zojq që ka kanarinat. Ju flet, i thot, si u gdhit, ata fillojnë e knojnë, sikur e ndëgjojnë, flet me ta, sikur dialogon me ta. Ashtë i të mershëm për këtë. Manaj, ban gjanat, lutje sigurisht, ban gjanat e zakonshme, edhe thot, tesh, si e kena agjenden, ku do shkojmë, si do shkojmë, qa do bëjmë, edhe gjithmonë me mënë, si, kaq pak, si do, ku ashtë, po shërbimi tjetër, kush ka nevoj, edhe një porosie ti është gjithmonë për njerëzit ma të thjeshtë. Do të shkojmë e do të krymë punët e njerëzve ma të thjeshtë. Ta tjertë kanë kohë me prit, kanë edhe mundësi, ata të thjeshtit e të varfrit nuk kanë kohë. është vlerësimi më i madh këtu apo në Shqipëri? Mirë keq me thanë se na jena shqiptare, kena zemrën e mendën atje, por shqiptarët nuk e kanë këtë nivel që ta njohin ose ta din që do më thanë kardinal. Këtu edhe rrugës kur kalon, ose kur e ndëgjojnë, kur e njoftë, gjithë e respektojnë. E respektojnë jo vetëm si titull kishtar, por edhe për këtë që ka vujt ai, edhe për personin që jashtë, për luftën e tij që i ban për të varfrit, për me shërby shpirtin, për me u dhanë gjitha ato që nuk kanë mundësi, toka me u dhanë Zoti, me u dhanë Krishti. Shqipëria, shpresojmë se do të bëhat më mirë, shpresojmë se do të jenë gjana më të mira, por është pak i njoftën. Në Firenze, qytetin e qendrës së kulturës mesjetare, ku piktorët e skulptorët më të famshëm të kohës krijuan veprat e mëdha, e ku Dante Alighieri niste të hidhte themelet e komedisë hyjnore, kardinali shqiptar ndihet edhe më i vlerësuar se në tokën e tij. Ernest Simoni Troshani është jo vetëm dëshmia e gjallë e persekutimit të klerit në ferrin komunist, por ndoshta dhe prova se Zoti nuk e braktisi kurrë Shqipërinë.